musliman me zemër e me gojë e me gjymtyr, në fjalë dhe në vepra. Nga kjo sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë kanë qenë të kujdesshëm në këtë parim. Çfarë kemi të lejuar ne nga ushqimet pasi që na u ndalua shtaza e ngordhur? Të jesh musliman i mirë, siç thot një fjalë e urtë popullore, është mesele e madhe. Musliman i cili mundohet gjatë jetës së tij me fitu razin kënaqësinë të madhit Allah. Musliman me zemër e me gojë e me gjymtyr, në fjalë dhe në vepra. Musliman nga çështja e brendshme dhe nga ajo e jashtëmja. Kështu që muslimani është i kujdesshëm, shumë i kujdesshëm, që çdo fjalë e tij, çdo vepër e tij, çdo sjellje e tij, çdo qëndrim i tij të jetë konform apo në përputhje me fjalët e Allahut dhe të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ndër ato çfarë duhet të ketë muslimani shumë kujdes, është edhe çështja e ushqimit, të ushqyerit halal. Është bazë prej bazamenteve të shariatit islam, të ushqyerit halal. E halal është për qëllim ajo çfarë e ka lejuar Allahu apo i dërguari i tij nga ushqimet, dhe haram është ajo që ka ndaluar Allahu apo i dërguari i tij nga ushqimet për neve muslimanëve. Nuk ka mundësi që besimtari të thotë vetë se jam musliman, ta synoj razinë e kënaqësinë e Zotit, ta synoj xhenetin për të cilin është nisur drejt tij, e mos të ketë kujdes se çfarë po han e çfarë po pin, rrezikon qysh po e fiton. Nga kjo sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë kanë qenë të kujdesshëm në këtë parim, sikurse edhe në parimet dhe bazat tjera të shariatit islam. Çfarë po hanë? Çka kanë halal të lejuar me hangër dhe çfarë kanë haram? Për atë që ka ardhur në libra të tefsirit, komenteve, të ajeteve kuranore, kur Allahu i madhruar u andaloi muslimanëve shtazën e ngordhur, e që deri në atë zaman arabët e vjetër para islamit e hanin, e lejonin shtazën e ngordhur. Por Allahu u andaloi, u bëri haram deri në kiamet, e muslimant u interesuan se a thue ka edhe gjëra tjera të cilat në ndalohen neve. Andaj i than, ja Rasulullah, çfarë kemi të lejuar ne nga ushqimet pasi që na u ndalua shtaza e ngordhur? Dhe për këtë kërkes pyetje të tyre, pejgamberit të Zotit, Allahu i madhruar zbriti ajet, ai vet ju përgjigj, nuk e la të dërguarin e tij me ju përgjigjur muslimanëve, por Allahu vet ju përgjigj tebareke wa taala dhe tha: Yes'elunaka madha uhilla lahum
Qul uhilla lakumut tayyibat. Të pyesin ty, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, se çfarë u është lejuar atyre, se çka kanë halal me hangre me pi, thuaj te atyre, u janë lejuar juve gjërat e mira. Senet e mira, ushqimet e mira, e mirë është ajo çfarë ka vlerësuar i madhi Allah të mirë, apo ka vlerësuar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam të mirë, e çdo halal është i mirë dhe çdo haram është i keq, edhe nëse njeriu t'i duket se është i mirë.